Gjykata e posaçme e apelit ka shtyrë për më datë 29 prill shqyrtimin e ankimit të Erion Veliajt lidhur me një vendim të shkallës së parë për pezullimin e afateve të paraburgimit. Shtyrja e seancës u bë për shkak të një parregullësie në njoftimin e Veliajt sipas gjykatës për të shmangur çdo cënim të procesit. Avokati i tij Plaren Ndreca e ka cilësuar problematike praktikën aktuale, sipas të cilës mungesa e një avokati për një të bashkëpandehur mund të sjellë pezullimin e afateve të paraburgimit për të gjithë të pandehurit, duke i quajtur këtë antikushtetuese. Sipas tij, kjo praktik po dëmton të paraburgosurit dhe duhet të ndryshohet, ndërsa theksoi se shtyrja e seancës u bë vetëm për të mos cënuar vendimin procedural. Ishkreu i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli është paraqitur në SPAK ditën e sotme, ku i është komunikuar zgjatja me 3 muaj e hetimeve për dosjen e tunelit të Llogaras. Prokuroria e posaçme ka vendosur shtyrjen e afateve hetimore edhe për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila ndodhet nën hetim për shkelje të barazisë në tender, si edhe për disa lote të Unazës së Madhe. Po ashtu masa është komunikuar edhe për ish-zyrtarët Gentian Gjyli dhe Erald Delezi. SPAK argumenton se zgjatja e hetimeve është e nevojshme për shkak të ekspertizave që kërkojnë kohë për tu përfunduar. Gjyli, i cili aktualisht ndodhet në arrest shtëpie, hetohet për shkelje të barazisë në tender në kohën kur mbante detyrën në autoritetin rrugor shqiptar. Hetimet për këtë dosje vijojnë. Gjykata e posaçme e apelit ka konfirmuar vendimin e shkallës së parë, duke lënë në fuqi dënimet me burg për ish-deputetin socialist Jurgis Çyrbia, si edhe për Ahmet Mashën dhe Altin Hajrin. Çyrbia është dënuar me 2 vite burg për korrupsion në zgjedhje, për krahje të personave me precedent kriminal dhe nxjerrje të sekretit shtetëror. Pas uljes së dënimit nga gjykimi i shkurtuar, Altin Hajri është dënuar me 3 vite burg, ndërsa Ahmet Masha me 2 vite. Hetimet tregojnë se ish-deputeti kishte lidhje me Altin Hajrin, i konsideruar person me rrezikshmëri të lartë kriminale dhe i shpallur në kërkim ndërkombëtar, të cilit dyshohet se i ka ofruar në këmbim të mbështetjes elektorale. Sipas dosjes, komunikimet mes tyre janë realizuar përmes aplikacioneve të koduara, ku dyshohet se janë shkëmbyer edhe të dhënat të sistemit Teams dhe informacione të klasifikuara të policisë, të përdorura në operacione kundër krimit organizuar. Çyrbia u arrestua në tetor 2024 dhe më pas u lirua pasi kreu pjesën më të madhe të dënimit në paraburgim. Gjykata e Tiranës ka vendosur arrest me burg për 14 nga 15 të arrestuarit në një operacion kundër një grupi që dyshohet për shpërndarje droge kryesisht pranë shkollave në kryeqytet. Vetëm një prej tyre, Ilir Baruti, është lënë në arrest shtëpie për shkak të gjendjes shëndetësore. Sipas autoriteteve, shumica e të dyshuarve janë kapur në flagrancë me lëndë narkotike, çka ka bërë që gjykata të refuzojë kërkesat për masa më të buta sigurie. Operacioni i zhvilluar nga policia me urdhër të prokurorisë synonte një rrjet të organizuar që shpërndante drogë në disa zona të Tiranës. Në total janë firmosur 31 masa sigurie, por vetëm 15 janë ekzekutuar, ndërsa 16 persona të tjerë mbeten në kërkim. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 60 kg kanabis, më shumë se 2 kg kokainë, armë zjarri dhe shumë të mëdha parash. Hetimet vijojnë për të zbuluar të gjithë rrjetin dhe për të çuar paradrejtësisë personat e përfshirë. Policia e Tiranës ka arrestuar 48 vjeçarin Ligor Mehmeti në kuadër të operacionit Barriera, i dyshuar për trafik armësh në kryeqytet. Ai u ndalua në zonën e Tufinës në rrugën Myslim Keta, teksa lëvizte me automjetin e tij. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi 3 armë zjarri, 2 pistoleta dhe një armë taktike, që dyshohet se do të shiteshin në zonat e Freskut dhe Tufinës. Po ashtu u sekuestruan municionet, automjeti dhe telefoni i arrestuarit. Sipas hetimeve paraprake, armët kishin një vlerë të konsiderueshme në tregun e paligjshëm, me pistoletat rreth 1500 euro secila dhe arma taktike deri në 8000 euro. Hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë për të zbuluar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një 26 vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Laç gjatë një operacioni të policisë së shtetit në bashkëpunim me autoritetet spanjolle dhe Interpol. Në pranga ka rënë Mateo Salela, i dyshuar si pjesë e një grupi kriminal me akuza për vjedhje me dhunë dhe falsifikim dokumentesh. Autoritetet në Spanjë kanë lëshuar ndaj tij një urdhër arresti ndërkombëtar në shkurt 2026. Sipas hetimeve, ai dyshohet se ka kryer 2 vjedhje banesash në mars 2025 në Spanjë, si edhe ka ndërhyrë në targat e një automjeti për t'i falsifikuar ato. Policia e shtetit njofton se operacioni Operacionalia 91 u realizua pas shkëmbimit të informacionit me partnerët ndërkombëtar. Aktualisht Interpol Tirana po bashkëpunon me autoritetet në Madrid për ekstradimin e tij drejt Spanjës, ku do të përballet me drejtësinë. Një konflikt i dhunshëm ka ndodhur në zonën e pazarit në Korçë, ku 4 persona kanë mbetur të plagosur pas një përplasje me mjete prerëse dhe sende të forta. Në sherr u përfshin 2 vëllezër 47 dhe 53 vjeç, si edhe 2 të rinj 33 dhe 23 vjeç. Të gjithë të lënduarit janë dërguar në spital dhe ndodhen në jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve paraprake, konflikti ka nisur për shkak të mosmarrëveshjeve për shfrytëzimin e hapësirave publike, konkretisht për vendosjen e tavolinave dhe karrigeve nga bizneset në zonë.
Një 35 vjeçar nga fushkuqja e Kurbinit, Akil Tahiri, ka mbetur i plagosur me armë zjarri dhe është paraqitur për ndihmë mjekësore në Spitalin e Traumës në Tiranë. Sipas policisë, ai ka marrë një plag në këmbë dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur në rrethana ende të paqarta në zonën e fushkuqjes, ndërsa menjëherë pas mbërritjes në spital janë njoftuar autoritetet. Deri tani nuk ka informacion të saktë mbi vendin apo motivet e plagosjes. Grupi hetimor në bashkëpunim me prokurorin po punon për zbardhjen e plotë të incidentit, identifikimin dhe kapjen e autorëve të mundshëm. Një aksident i rënd ka ndodhur sot në zonën e kombinatit në Tiranë, ku ka humbur jetën një 61 vjeçari identifikuar si Ylmi Dedja. Ai po lëvizte me motor kur u përplas nga një kamion që drejtohej nga një 34 vjeçar. Si pasojë e aksidentit është plagosur edhe një këmbësor, punonjës policie jashtë detyre, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Drejtuesi i kamionit është shoqëruar në komisariat për veprime procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon në vend ngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit të rënd. Materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme. Autoritetet spanjolle kanë zbardhur vrasjen e 31 vjeçarit shqiptar Miklovan Dakaj, trupi i të cilit u gjeti fshehur në një thes në rezervuarin pranë Malagas. Për ngjarjen janë arrestuar 3 persona të dyshuar si autor të krimit. Sipas hetimeve, viktima ishte lidhur dhe mbështjell me bloqe çimentoje për të mos dalë në sipërfaqe, ndërsa autorët kishin tentuar të fshihnin plotësisht krimin dhe të dezinformonin familjarët. Zhdukja ishte denoncuar që në maj 2025 nga partnerja e tij, por trupi u zbulua vetëm në tetor pas rënies së nivelit të ujit. Hetuesit dyshojnë se bëhet fjalë për një krim të organizuar, pasi viktima kishte precedent për trafik droge. Ai u josh me pretekstin e një marrëveshje dhe më pas u vra në zonën e rezervuarit. Edhe pse motivi nuk është konfirmuar, pista kryesore mbetet një larje hesapesh ose konflikt brenda aktivitetit kriminal. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. 3 persona janë lënë në burg në Selanik, 2 shqiptar dhe një grek të akuzuar për shantazh ndaj një biznesmeni. Sipas hetimeve, ata vepronin në kuadër të një skeme zhvatjeje që dyshohet se drejtohej nga një 48 vjeçar i burgosur me precedent penal. Ngjarja u zbulua pas kallëzimit të menaxherit të një koncesionari makinash, i cili u kërcënua për pagesën e 200.000 eurove, shumë që më pas u ul në 100.000 euro. Policia organizoi një dorëzim të kontrolluar prej 50.000 eurosh, duke arrestuar të dyshuarit në flagrancë. Gjatë operacionit u sekuestruan armë, telefona dhe para, ndërsa biznesmeni ka raportuar edhe sulme me molotov dhe të shtëna ndaj pronave të tij. Në qelinë e të dyshuarit kryesor u gjetën telefona dhe një mjet prerës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrjetit kriminal. Një operacion i karabinierëve në Asti të Italisë ka çuar në sekuestrimin e 22 kilogramëve kokainë dhe një arsenal i armësh të paligjshme, ndërsa është arrestuar një 47 vjeçar shqiptar i dyshuar si drejtues i një rrjeti të madh trafiku. Kontrollet nisën në banesën e tij ku u gjetën sasi të vogla droge dhe 3 pistoleta, ndërsa në një pronë të dytë u zbulua sasia e madhe e kokainës, e ndarë sipas kodeve dhe me logo markash të njohura. Në total u sekuestruan 5 pistoleta të vjedhura, një silenciator i improvisuar dhe mbi 200 fishek. Sipas autoriteteve, droga kapte rreth 100.000 doza në treg me vlerë rreth 5 milion euro. Operacioni është rezultati një hetimi të gjatë me vëzhgime dhe patrullime në zonë. I dyshuari është dërguar në burgun e Alessandrias, ndërsa hetimet vijojnë për të zbuluar rrjetin e plot kriminal. Media britanike Metro raporton për një video në TikTok ku shfaqen persona të maskuar që pretendohet të jenë pjesë e një bande shqiptare, duke lokalizuar dhe bastisur shtëpi bari me pajisje infra të kuqe. Pamjet tregojnë hyrje të dhunshme në banesa dhe ekspozim të kanabisit, ndërsa video shoqërohet me muzikë dhe mesazhe provokuese, duke synuar të promovojë stilin kriminal të jetesës. Sipas artikullit, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur në West Yorkshire, ndërsa në të njëjtin profil publikohen edhe video të tjera me veprime të ngjashme. Në disa prej tyre shfaqen simbole shqiptare dhe slogane në Metro përmend edhe grupe të tjera si Helbanians në Londër, të njohur për ekspozimin e luksit dhe aktivitetin kriminal, si edhe një rrjet në Southgate, që sipas burimeve ka ndikim të fortë në trafikim njerëzish dhe drogë. Zona madje cilësohet nga disa banorë si Tirana e vogël. Artikulli thekson se autoritetet britanike i konsiderojnë disa grupe shqiptare si aktor kyç në tregun e kokainës, me një vlerë rreth 5 miliard pound. Strategjia e tyre për çmime më të ulta synon zgjerimin e kontrollit në treg, duke rritur ndikimin dhe fitimet në komunitete të ndryshme. Prokuroria italiane në Perugia ka nisur procedim penal ndaj avokates Daniela Pacioi, e dyshuar për përfshirje si ndërmjetëse në një rrjet ndërkombëtar trafiku droge me lidhje të dyshuara shqiptare. Ajo po hetohet në gjendje të lirë. Sipas dosjes hetimore, avokatja dyshohet se ka shërbyer si kanal komunikimi mes drejtuesve të një organizate kriminale dhe një të burgosurit të arrestuar më herët me 65 kg kokainë, duke përcjellë mesazhe dhe ruajtur identitete të fshehta. Hetuesit pretendojnë gjithashtu se ajo ka marrë pjesë në një skem të inskenuar për simulimin e bashkëpunimit me autoritetet përmes zbulimit të rrem të drogës.
drogës. Në këtë hetim përfshihen edhe një shtetas shqiptar dhe biznesmeni Matteo Correzi. Operacioni është ndjekur nga Guardia di Finanza përmes përgjimeve dhe vëzhgimeve, ndërsa dyshohet edhe për përdorimin e metodave të fshehta të komunikimit dhe skemave financiare për ndikim në proceset ligjore. Hetimet vijojnë ndërsa një nga të përfshirët pritet të dalë në gjykatë më 7 maj në një procedurë të përshpejtuar. Gjykata themelore në Prishtinë pritet të shpallë sot vendimin ndaj 3 të akuzuarve në rastin Banjska, Blagoja Spasojević, Vladimir Tolić dhe Dušan Maksimović, të dyshuar për përfshirje në sulmin e armatosur të 24 shtatorit 2023 në Zveçan, ku humbi jetën rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Të 3 të pandeurit janë pjesë e një akt akuze më të gjerë ndaj 45 personave, ku përfshihet edhe Milan Radojčić, i cilësuar si drejtues i grupit të dyshuar për organizim të sulmit. Ai aktualisht ndodhet në Arratis së bashku me pjesën më të madhe të akuzuarve. Gjykata ka vendosur të ndajë procedurën për 3 të paraburgosurit, ndërsa ka refuzuar kërkesën për gjykim në mungesë ndaj të tjerëve. Të akuzuarit kanë mohuar përfshirje në sulm dhe qëllimin për destabilizim. Prokuroria i ngarkon ata me akuza për terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues, ndërsa për Radojčić rëndojnë edhe akuza për financim të terrorizmit dhe pastrim parash.